Qysh je Emine, a je mirë? Qysh po të shkon? Në rregull deri tash. Super. Sot e kemi një temë interesant, se kemi vendos që kena me bo një podcast me emnin Fika Apo kafe. Edhe pelo fjallën të Eminia në të shpjegon çka do me thonë fika apo kafe. Po fika është shpreha që përdoret në Suedi, do me thonë vendin ku jena rritë edhe unë edhe Nimeti. Kur del për shembull me bo një pauzë, se kur del me taku një shoqe ose një shok, ose kur del me dikon tafër, me veç për me bisedu edhe për me pi kafe. Do me thonë koncepti njëjtë si kur me dal për kafe në Kosovë. Po. E për qëtë rast e kena zgjall me qitë emrin fika apo kafe. Për shkak se fika i bjen suedisht, kafe i bjen shqip. Edhe podcasti ka më konë ndryshimet e suedeze kosovare. Po masi që dyjat do me thonë kena eksperiencë dhe sa i përket jetës në Kosovë dhe sa i përket jetës në Suedi. Na mërmenja që kena mi pas do biseda pak ma interesant prej një perspektivës pak ma ndryshe. Po, qashtu kena mendu. Inshallah tash na shkon mirë, e kemi njerëz që na ndëgjon, edhe vjen me komente të mira, edhe të këqija normal, se vinë edhe ashtu edhe kështu, po jena të hapur me marrë në të dytë aspektat. E pra një meta pja fillon me nga trigu pak për cilit në vend Kosovje, se edhe ti në theks në mënyrën qysh folë edhe në mënyrën qysh prehësh, vrehësh, që për shembull nuk je prej Mitrovicës si koron. Normal. Po ja nisi unë, pastaj po ta gjuj topin ty. Okej, unë vi nga Prizreni. Normalisht e kena tekstin pak ma të ndryshëm, për shkak se folim edhe turqisht edhe shqip. Nga ana familjes tam, mami fol turqisht, do me thonë me familjen e mamis foli gjithmonë turqisht, e nga ana babit folin shqip. Edhe më merr mendja që këtu teksti po ndryshohet ka pak, se edhe suedishtën që pëdina, adin pak po bëhet, çka pëdi, pe marrë tekstin e suedisht edhe mrenda shqipës, turqishtës, edhe mandej s'pedim bash qysh po shkon shqipa edhe suedishtja, adin, teksti po ndërprem pak. Për qatë arsye ma merr mendja që teksti është pak si ndryshëm. Në Suedi jam të një vend shumë të vogël, në Karlskrona, do me thonë shumë poshtë nga Suedia, edhe aty është teksti shumë ma ndryshe, se për shembull në Göteborg, Manalt, ku është Emina, për shembull, aty keni pak, se që përdi, suedishtën e keni pak si matrand, na e kena pak si katundar, apo kupton? Edhe mu po vjen ka njëherë se edhe në Prizren, se Prizreni është një qytet, tash se jam e aty, ama është një qytet kogja e bukur, ka kogja njerëz të bukura, ama di qysh teksti po na shkon pak si katundarski, për shkak se po folish edhe turqisht edhe shqip, apo kupton? Jo, ajo nuk do me thonë, edhe bash është interesant që fakti i dialekteve në Kosovë. Se ti për shembull 50 km me auto me shku prej një qytet deri në tjetrin qytet e vrin dallimin teks. Edhe në bazë teksit ti vrej shashëqare prej cilit vendje. Ashtu është edhe në Suedi, do me thonë sa ma afër qytetit Göteborgut me qenë është një farë dialekti pak ma ndryshe që vrehësh që je prej asaj pjesës të Suedis, ndërsa me të vërtet sa ma poshtë që shkon, do me thonë sa ma afër Danimarkës, edhe gjuha suedeze tani i ka disa ngjyra prej gjuhës daneze, shumë dyqy shumë do këtë kanë marrë dhe theksin e danezve, si kur me fol danez në gjuhë suedeze, me gjitha se dyjat janë gjuhë gjermane kështu me origjinë, kështu që i kanë shumë senet përbashkëta, ama jo vrehet edhe në Suedi, sidomos jugu i Suedis e kanë theksin. Ti po thu që theksi nalt në Suedi është pak ma i ranë, më duket që theksi poshtë në jug të Suedis është ma i ranë. Më duket shumë ma i ranë, zdi shumë duket. Unë kur po vi nalt nga tjetë të bojë Stockholmi, se po m'vjen kishe atin, mos e merr tash afër zemrës, ama po m'vjen kishe njerëz aty po janë kishe shumë të randa, apo kupton, unë jam këtu e kanë hunden pak nalt në hava, e çashtu të pekan edhe tekstin. E na ma poshtë,
që thash më herët, jo që jena në katun, po ndihet që sa ma poshtë po shkosh, sa ma katun darë s'ke po bëhet gjua, edhe na e kena pak kryt ma poshtë, apo kupton pak ma hallakam që thojnë në Prizren. Ama normal, çdo kush e sheh ndryshe, nuk është që është bashkë qashtut, ama qashtu e kom pas ndjenjen si tekst, si personat, kur po vish pak ma nalt, pak ma lart janë, ama kur po vish pak ma poshtë janë, apo kupton? Qështu e kom unë të tekstin, për qatë arsye. Emilia tash, qështë ta më herët, është nga Mitrovica, edhe tash unë zdi, Mitrovica në ka pak, që pëdi, mu po mjen kur po foni pak pezgat një fjallët, Po, e kena shvëri. Tash nuk e di, teksti Mitrovicës është, nuk e di as veç qatë thamë, ndallim me tjerë dialektet Kosovës, më do këtë ma ofër standardit, do me thonë të gegrishtës dyqysh. Prej atë në pjesëve ku i kam edhe në prind, edhe do me thonë prind e prind vetëmi, atë folin qysh përshpreti pak ma katunarski. Exakt. Andin dialekti ma qysh përdorët në për fshatrat e shalës në veri të Kosovës. Do me thonë, dytë printi kom prej verist Mitrovicës. Nuk e di, tash dialekti jonë mu më do këtë, për nashta veç që e përdori nuk është që vrej dallime ose ndryshime të vetja kur flas, ama kur ti dëgjoj tjertë, atëherë vrej shumë dallime. Për shembull në Prizren, kur më ka ra me taku persona, aty qatë shumë ngjyra ka dialekti që nuk e di, do këtë që se cili person e ka dialektin e vetë. Jo që qyteti e ka dialektin e vetë, po se cili person e ka dialektin e vetë. Qashtu është. Tani normal që edhe në Prishtinë u zhvillua i farë dialekti pak ma... Normal, pak ma ndryshe. Qashtu. Edhe se cili qytet ma ndaj tani ka dhe ato të vetat. Qashtu është, normalisht. Edhe që në fakt, mirë që e qelem që temë, se tema e sotit është që kena me fol për aspekten e kulturës midis Suedis edhe Kosovës, edhe që më mendja që kjo aspekti me tekstat bjerë edhe mranda kësaj teme, edhe tash s'po di bashkë qysh po dush me janis, nëse duna me janis bashkë vesh me hin në për tema, ose me hin që kemi na, për shembull, situatën Suedi, këtu unë si ti që kemi me standardet tona. Nuk po di tash qysh jetu dash me hin temë bashkë, ama tema sot është dallimi e kulturës brenda Suedisë edhe Kosovës. Edhe thjesht qysh jena adaptona, qysh adaptohem në Suedi edhe qysh adaptohem në Kosovë. Se na faktikisht kulturën që e krijojna na që na rrit jashtë, nuk është që për shembull e krijojna edhe kulturën e njëjtë na krejt jashtë që jetojna jashtë. Tash nuk do me thonë që unë edhe ti e përcjellëm ose që e kena kriju një kulturë familjare ose të përgjithshme identike. Se prindët tu kur kanë ardhur për shembull prej Kosovës, kanë ardhur prej një kulture, prej një venit shumë a larg, prej sa i përket venit ku janë rrit për shembull prindët e mi. E tash unë atë kulturë shqiptare që kom mësu kur jam rrit në Suedi, ka qenë që ajo kulturë që e kam pas prindët e mi me veti. S'do me thonë që tash gjithkush në Kosovë u rrit me qatë mentalitetin e njëjtë, ose me qato mendimet e njëjta, ose që i ka pas qatë teksin ose dialektin e njëjtë. Po ti a e sheh për shembull ndryshimin e mamit e babit tond, qysh po thush ti tash ata kur kanë pas ardhur na e kanë pas mentalitetin e ndryshëm, na e kena të ndryshe, edhe pse jena rrit këtu, se na e kena marrë, do me thonë edhe mentalitetin nanës babës edhe mentalitetin e suedezve, e ti tash api shet që edhe mami babit u ka ndryshu me mentalitet, apo janë hala me atë mentalitetin e Kosovës që shukon para plot vitesh, apo më kupton? Po të kuptoj. Nuk e di, në disa aspekte po, në disa tjera jo. Se tash njeri formohet edhe zhvillohet të njëtën. Nuk është që për shembull rritet edhe pjekët edhe ekziston qatë formën e njëjtë non-stop. Normal që edhe kultura suedeze ju kanë diku, nashta ma shumë se sa që kanë qef ata vetë me pranu. Se kanë një falloj ndjenje
patriotike sa i përket Kosovës. Më faqe po të ndërprej, sa vjetë janë konë printet të në Suedi, veç ta qitim këto Deri në podcast? Që 33 vite janë Suedi. Okej, njajtë si mami babi janë, pra. Po. Exakt. Po, do me thonë në fillim të viteve të 90-ta, qatë kur kanë emigru shumica, qatëherë edhe printon kanë dalë. Jo, ata ndryshimi ma i madh të ta që mu i me thonë unë, është për shembull kultura sa i përket punës, sa i përket disiplinës, sa i përket rutinës. Se në Kosovë, që shë kum pa dhe në që kum vrejt, ndodhë që rutina dhe jeta përditshme është pak ma ndryshe. Do me thonë senet planifikohen edhe bohen me atë mendimin që hajtë që edhe pak, hajtë që gati. Qashtu të është? Nuk moj për shembull me ta cek një kohë kur mundu më të aku, hajtë se sot shihemi ama kur nuk e di vrasisht, nuk e di saksisht, më falë, të shiqojnë atë që shpusilën punë, për shembull. Nëse i kom punë të vi, nëse nuk i kom punë nuk vi. Ndërsa këto janë shumë atë rregullt sa i përket qashtu. Në qatë aspekt, po, në qato shprehi i kanë marë. Tash, për qef që ju kam pëlqy që ju kanë dukë që janë matë mira, nashta po, po ma mërmenja që edhe përmes punës, edhe përmes strukturës tjetës, këto përgjësi, do me thonë, janë adaptu, edhe ju ka bo se kur një pjesë e identitetit. Qa është ndryshimi ma i madhë që pëvrej unë, për shembull të ta, ama me shumë do tjera sene, hala e Mitrovica linë. Normal, qashtu të është. Tash njeri nuk mundet më ndryshu 100%, sa ata e kam pasë edhe jetën Kosovë dhe jetën Suedi. Se ure pëvrej, printe mi kanë arë shumë të rinë Suedi, babi o konë 18-19 vjetë, mami o konë 20 qaty. Ama që shpo thotë ti e kanë shumë, tash printe mi janë konë shumë të strikt, që shpo thoshti na e kena disiplinën e kena ndryshe, edhe pse jena në Suedi e kena hala disiplinën e Kosovës, ma mërmendja mu, do me thonë e din respektin ndaj njerëz që janë më të mëdhej, ose respektin që duhet me majt vetën, ose që duhet mu vesh me najt. Atin që ta senet që e kanë kosovarët standarte, që mu sil me njerëz, që ta senet e kena si peshohune njajt, tash. Ama që shpo thoti me rutinë dhe punë, sene që kanë marrë prej Suedis, më duket se ajo sene që u konë pak ma e strikt në Kosovë, e kanë lecu sa ma shumë se e kanë pas që Suedes nuk janë asi personat që janë strikta. Do me thonë, pelojnë vetën me u zhvillu në tjetër mënyrë që shpelojnë ana, do me thonë, njerës në Kosovë. E ma mërmenda që ato u kanë diku pak edhe janë bo pak ma down to earth, apo më kupton? Po. Ama sa i përket që tha ti që rutinat e kosovare që pa kanë pas pak ma herët, do me thonë që që konë prej fmive që janë rrit ata, e kanë që edhe të na, do me thonë Allah e kena mënyrat e kosovare më randa shpijes, që shma mërmendja muë. Veç që jena ma të buta si njerës të më duket se, nuk gjykona, ose nuk gjykojmë, qatë shumë që shpo gjykojmë shqiptarët, jena pak ma të buta. Jo, nuk e di në ashtaj aspekti i para gjykimit, po shumë është interesant që kjo aspekt se që për shembull kur të s'ka lidhje me kanë jam ose me kanë ri, nuk është që për shembull i vrej disa detaje ose disa aspekte të qaj person që dikush prej Kosovës i vren. Që po thojnë ajo mdalë me një shoqe të Kosovës edhe kena nejt me disa persona edhe tani kthehum na dyjat bashk. Komentet e mia janë shumë ndryshe, ndërsa komentet e asaj mundën me qenë shumë ndryshe. Do me thonë ajo, nashta mundet me komentu ose të bukur e ka pas qatë bluz, për shembull, që kjo vajzë. Ose jo Samiri ka pas flokt që ajo vajzë, ose a thu ku i ka ba thojt që ajo vajzë. Po të kuptoj. Dërsa o nashta dyqysh ma shumë kyçna në energjin, ose në vajbin që po ma jep qaj person, ose thom, a thu i ka pëlqy muhabeti, a thu i ka pëlqy naja, apo pëlqen mu qaj person. Janë shumë do tjera sene që nashta na i kapum herën e parë kur të takojnë adikon, dërsa në Kosovë kjo aspekti fizik
pamja fizike bjen sy. Po. Do me thonë t'i vrejnë detajet sa I përket pamjes fizike. Po. Se është një aspekt shumë I rëndësishëm në Kosovë. Në Kosovë është një... sipas meje po. Sot e patëm një bised për shkak veç që e qele që të mua vetë ishta me ndërhy këtu e pata një bised me një ftizer në Prizren se kena me pas një darsa në fund jave edhe I thash asajna qështu ta keni ko ajo tha po kena ko qështu dush mu dok thash unë sa ma klasik sa ma thjesht qka o shmimi për shembull për qetsen tha për çka po dush mu bo sa ma thjesht sa ma klasik qysh me t'lyna aty e klasik do më thonë të ata janë shumë që duhesh me pas shumë, apo kupton? Gjithmonë kur kime bo diçka ka mu të dok. E jo që duhesh mu koni thjesht. Na suedis jena pak si clean, jena shumë thjeshta, s'ki nevoj mu dok që ki bo najsan, ama veç me ditë vetë që po dok është e mirë, për shembull, enough is enough, apo kupton? A në Kosovë, diqysh është që nëse ki me shku dikun, ose ki me dal, ose ki me pi kafe, mos e bo natural, bus po boni shumë të kuqe, ose boni shumë të kafta, se ki mu dok, apo kuptan? Edhe nuk është një sen të keq, ama qish po thuti, kan shumë, shumë senin e kan fizik. Çdo herë kur pe takon dikon, duhet mu dok ti qysh, për mu kon akseptushem. E në Suedi jena pak ma tafërt me komunikim, aspektin qish të folim, qish sillemi me trup, për shembull, a jena shumë të gatshme, a jena pak ma larg dikujt. Do me thonë aty është ndryshimi ose dallimi ma I madh, ma merr mendja kur e takon një person të re, ose po me shti një person të re jetën tënde, atëherë është shumë, po, e këshyrin shumë fizike në Kosovë, ndërsa në Suedi e këshyrin ma shumë energjin e tipit, për shembull. Unë e di kur jam takuar, po më fal. Jo, vazhdo. Okej, unë kur jam taku me burin, për shembull, ajo kon shumë pedant. Do me thonë, këpucat me pas të bardha, duhesh më kon të bardha, nëse se ki të bardha je personi fliqt, për shembull që si sana, po kupton, a na në Suedi nuk këshyrim që ato. Na jena misa, a je ki zemrën e mirë, a je ki zemrën e but, a je person e bukur, me energji, that's it. Atëherë jeni person nice. A këta në Kosovë pak janë qështu, a pe kombinona të këmishen me ata këpuca, a pe kombinona, qish pse pe vesh ashtu, shumë ngusht pe vesh, shumë asi, atëherë s'podina dhe veten ku me shtina, a me shtina të në gjep, a me shtin qëtë gjep. A din, veten s'podush me ndryshu, pa apet jetu e ndryshu, se podush mu konë si qysh janë Kosovarta, apo kam thonë. Duhesh më adaptu si pas normës gjithçysh. Nëse nuk adaptohesh si pas normës, atëherë ashiqare vrehesh. S'do me thonë për shembull që ki diçka të keqe, po që po thuti një detaj I vogël, sikur mos mi pas të mathunat në rregull, bjen sy. Ose nëse del për shembull tepër thjesht, bjen sy. Normal që edhe në varet në cilin vend shkon për shembull, ama pak me dalluti prej normës, bjen sy. Edhe norma fatkeqësisht të shkakton edhe shumë presion, unë nuk e di që shmunesh me jetu me asi presionit I non-stop për shembull të I najt vetit gati për si cilën detaj, edhe jo për shembull që unë vetë nuk kisha pas qef, se normal që kisha pas qef, kush nuk ka qef më do këtë mire, bukur, në rregullar. Po ku e gjenë gjithat ko? Për shembull, edhe shumicën e seneve që I bojnë edhe kushtojnë shumë, unë nuk e di edhe qysh ku I gjenë edhe gjitha ato kolla, për shembull, për mi pagu trajtmanet për flok, trajtmanet për fytyrë, trajtmanet për trup, mathjen, veshjen, thojt, ma shumë me kam fjallën për femna, do me thonë, ama meshkujt kanë tjetë lloj presioni, do me thonë, presionit e të meshkujt është ma shumë në atë aspektin materialist, që një mashkull duhet gjithçysh për shembull me pas pare, gjithçysh duhet me pas kerën e vet, gjithçysh duhet apedin me arrit të farë kushte astronomike që janë tepër të vështira me arrit. Nuk e di pse rinia e sotme në Kosovë pjepin veti qatë shumë presion sa I përket që të në seneve, sinqerisht jo. Se gjithmonë, se cilën besed që për ndëgjoj, tema që po qelin një për shembull qysh me bo ma shumë pare, ose qysh më do këtë ma bukur. Po.
Ose nashta veç rrethi jam, nuk e di, sinqerisht nuk e di. edhe unë jam me ty. Edhe po du me thonë që të temen që i qele dallimi mes femnave edhe mashkull, edhe aty po m'jen pak si irritim atin kur të nervozohet njeri, se mashkulli gjithmonë po lyp në Kosovë, qish po thush ti. Femna ka mu do kështut, femna ka mu do kashtut. Nëse s'është ashtut, s'është mirë për mu. Nëse s'do këtë kështut, s'është mirë për ty. Ani, po ti me disë këtyve, qka je? Edhe kjo është një biset që më intereson shumë. Ti gjithmonë po lypish ndaj femnës, mu do ke bukur, me pas thojt bukra, flokët, sene, vene, mu kon e holë, zbon me pas ato, ama ti qka jetu dhonë për mu kon femna, një tip që jetu dash ti, apo kupton? Po qka po kontribon ti, fakti, qa po kontribon ti në kitë lidhje për me meritu ti një qasi personi? Po. Jo, po edhe ajo është pak diqysh, pak mendim, nuk e di, nuk më duket asaj qatë shumë mendim okej, ose në rregull, se ti faktikisht dush me zgjedh një person masi që të pëlqen naja me qatë person, masi që të respekton të qatë person, masi që kalon ti mirë me qatë person. Amo nësi ja fillojna për shembull me krahasu na njani tjetrin, jo adin çfarë fati kiti që ke marrë mua në shumë a bukur se te, ose një mashkull ty me thanë, eja jeti në veti, qysh nuk pëman ti vetën, ti duesh me arrit një nivel të bukurik, si kur unë që shek. Ti qysh që më doken që zonë biseda të kota. Po mu më doket edhe adin. Edhe jo për diçka, po femnën e bukur, dhe qysh e majnë si kur status, edhe jo veç burri, po edhe familja burrit. Qashtu. Sidomos vjerat, për shembull, që kanë qef, jo mi tregu nuse, që që manë nusën të. Normal, që kjo so bukur, që qysh valzan, që qysh... është një farë qefi, nuk e di pse kena qitë obsesion, sinqerisht nuk e kuptoj, se nuk ja shoh vlerën. Po që aty po shoh vlerën, se kjo është diçka që zhduket. Qeku është ajo fjalla që tema ke, për shembull, që po thoshti vjera po ka qef me tregu nusën e vetë. Që ajo, po ka qef me tregu, apo kompton, që kjo është e jamja, kjo është adin e bukur. Që që kanë zonë djali janë. Eksakt. Do me thonë, a peti qysh, aje kanë zonë. Në Suedi së është ashtot. Edhe plus, adin femna, më kom për shembull, në Kosovë diqysh nëse është femna shumë e rëndë, ose e ka punën e mirë, ose është e suksesshëm, atare nuk e marrin. Se po s'bon më konë ma e suksesshëm se burri, apo kupton? E pse s'bon? Pse është kjo një problem, që burri po njihet, atare po njihet si mos me pas burni, apo kupton që shpo do me thonë. Se burri po ka qef më konë ma standarden ma të larta, se gruja ka me pas standardet ma të vogla. Ama nëse burri bjerë paret në shtëpi dhe femna do këtë fantastik që shjetë të thonë ti e ka thojt, e ka flok, atëre femna thot okej, edhe vazhdojnë jetën se aty po është okej, mo do ke bukur. Atëre s'po ka nevoj ma shumë se unë veç po du me tregu vetën për para njerësve. S'po di, s'po më pëlqen kjo aspekta adin, na jena mësu me një kultur tjetër që shkon shkollë edhe i kryojsh diplomatat për veti, se kime ardhë gjatë jetës vetë, mandej personi dytë është plus për tyve, do me thonë, na pekëshyrim një herë vetin, ku pëdojna me arrit si persona, kur kena arrit në atë vend, atëherë jena të lypë një person dytë me shpënda jetën bashkë me ato. Do me thonë, s'kena nevoj për një person tjetër, ama ka ardha jo obligimi që pëdojnë me kriju familje. Po, do me thonë, ja fillon edhe i shiqon do tjera aspektet të një person. Po tash edhe duhet sinqerisht me folë edhe me thonë këtë pjesën sa i përket mundësive për shembull që i kinë Suediti me kriju në jetë për veti kontra që janë mundësit në Kosovë. Se për shembull në Kosovë nuk janë ashta edhe mundësit aq të mdoja, fatkeqësisht. Do me thonë persona që kanë super talent për diçka, super shkathësi për diçka, fatkeqësisht nuk i kanë krejt shansat ose ofertat për me arrit ose për me bo ata diçka. Shumica e punëve për shembull merren ose shkojnë me të njohshëm, nuk është që për shembull nashta vlerësohet qatë shumë inteligjenca ose një talent, po si të sheh dikush një person që është ma i talentum se ajo, se pak ma inteligjent, atëherë e sheh sikur diçka negative, atë person duhet me largu, se tani ai person mundet për shembull me ardhë dhe mund ma nëzon pozitën, e qysh tash dikush tjetër mu tregu ma i mirë ose ma i aftë se unë, është një falloj xheluzie që hala ekziston të na, sidomos sa i përket statusit punës.
Edhe ato nuk e dija ke vrejt. Ndërsa në Suedi, për shembull, gjithkush ka mundësitë me kriju atë jetën që ka qef me kriju për veti. Shteti tonë ti mundson. E thashti, nëse vetë nuk e zgjedh për shembull me marr ato mundësi edhe me bo diçka për vete, ajo është diçka tjetër. Kështu që nuk është që për shembull ka shumë diferenca sa i përket shtresave sociale, nuk i për shembull shumë persona që janë tepër pasanika ose shumë persona që janë shumë të varfër. Shumica njerëzve i përkasin stresës mesatare, që kanë një rrugë mesatare. Edhe do me thonë, kur të shqyqon ti me taku një tjetër person, aspekti i pareve nuk është aq i rëndësishëm. Se gjithkush i ka të ardhunat e veta, gjithkush e ka kriju një jetë për veti, nuk është që jetë rrugëve ose që jetë pa punë. Ose që kena na këtë shprehje në Kosovë që sa i përket vajzave, sidomos, nuk është që ti jetë në derë të prindve. Jo. Adin, këtu nuk ekzistojnë. Po mase që mundësit nuk janë të njëjta në Kosovë, edhe mase që fatkeqësisht prioritohen djemt, ka ana e familje sa i përket trashëgimisë dhe adin tjera seneve. Atëherë vajzat nuk është që i kanë gjasat të barabarta me djemt sa për me kriju pasuni për veti. E ti nëse nuk i ki mundësit e njëjta për me kriju pasuni për veti, atëherë ti për me pas një jetë si pas standardeve që ti ki qef për veti, duhesh me gjetë një person që mundet me ta ofru të qatë jetë. Me thanë, duhesh me gjetë një mashkull që ka parë. Edhe ti për me marrë vëmendjen në një mashkullit që ka ma shumë pare, ti duhesh mi përmbush disa standardeve sa i përket pamjes fizike. Do me thonë, obsesionit tek femnat sa i përket pamjes, obsesionit tek meshkujt sa i përket pareve, edhe e marrin janë i tjetrin bazë qati interesit. Me ty jam edhe këtu. ka shumë persona për shembull që janë shumë të mirë, që janë partner shumë të mirë për dikon tjetër, që për shkak që s'kan pare ose që nuk kanë mundësi mu dokt diqysh, nashta nuk i jepet mundësia me taku një person duhur. Ose për shembull dikush ty nuk të zgjedh masi që ti nuk ki tamam pare, ose që ti nuk e ki kerën e preferum. Ose për shembull kom dëgjuar edhe për raste ku kanë dashur një çift mu martu, ama as djali as qika nuk kanë pas të ardhuna për me kriju një vend banim për veti. Nuk është që për shembull kanë pas mundësi me bashkëjetu me vjerrit me prind të djalit, edhe ajo është pjesë e normës të na hala. E tani o duhet për shembull prind të djalit me hin kredi për m'ia bo djalit vet edhe nusës tina një banesë. E tash edhe që kjo pjesë shumë dyqysh më duket interesant, më nuk më duket në rregull. Ti për shembull si person i rritur me prit që prindët tu me të pagu. Ty kanë me ta pagu vend banimin, ose që ty kanë me ta pas gjedhjen gjithçysh, veç mase që je djalë, tash nana dhe baba ti gjithçysh duhet me ta garantu ty shtëpinë ose banesën ose nuk e di. Nuk do me thonë që kjo adin i përket secilit person ose secilit familje normal që veç përgjësi po flasim, ama kur i kom dëgju disa raste kështu, me të vërtetë qysh më kanë lënë përshtypje të keqe. Po, se unë e di që kur kom thonë me një shoqen të Kosovës, ajo më tha mua qysh mëri kur je kon 17 vjet ki dal prej shtëpisë, ki shku në banesë, apo pse as po donin prindet tu me pas ty në shtëpi, nuk ka lidhje me çet sen. So i di nuk është kështu që njerëz po qitin prej shtëpisë, ama po qesin prej shtëpisë për shkak se ti mu mësu që tash ki nevoj me rujt për pare, që shtu të shkon jeta. Për shembull, ti kur t'je keq, na pet ndihmojna si prind, se prind jem, ama po dona me zhvillu ty trunin, me kuptu që shtu të shkon jeta, mas 20 vjetë kur si jem na, për shembull, nuk ki nevoj për neve. Dallimi është që aty, se në Kosovë është shtu, lidhja me që je në shtëpi, do të thonë kur po ndodh najsan, po pritish baba ka me ma bo, ose mami ka me ma bo, baba ka me ma bo bukan, mami ka me ma bo bukan, ka shku rryma, babi po shkon me pagu rrymën, u ka prish tualeti, babi po ma ndreq tualetin, do me thonë ti si burr ose si femën, ta i zdi që është loj familjart, ama ma ndi kur po ndodh najsan, nëse s'është prind në jetë, ka ndru jetë, atëherë ti si person s'po din kur gjo. Se personi mrenda shtëpisë që ka pas rolin me ndreq, gjithmonë e ka ndreq. E të na, su e di nuk është ashtu. Do me thonë, të na, po mësuet edhe në shkollë kur je, do me thonë, tu
Prej klasës të parë, 2-3 mësojnë me njëherë që ti e ki një mollë, baba i ka 3 molla, për shembull, po ta ndajnë me njëherë për me mësu fëmijën prej zvoglimit që shtut është fillon jeta. Do me thonë, pe zhvillojnë fëmijën për jetën e ardhshme. E të na, kur po fol për të ardhmen me personat Kosovës s'po din të ardhmen, se ata po jeton qaty për qaty. E nas jena mësu qaty për qaty, na jena mësu shikimin e kena edhe 5 vjet, ose edhe 10 vjet. Na s'po mendojna çka ka më bu nesër, na po mendojna çka ka më bu edhe 10 vjet. A kena mundësit? Tash po ndoshta disa njerëz po thonë në Kosovë, çish po mendosh ti edhe 10 vjet a kime jetu as kime jetu. Ajo është puna Zotit, normal, ama e di atëherë që jam i sigurt edhe 10 vjet. Ti nuk jetu ditë je sigurt nesër ose mas nesër. Si ti jetu me bukë kryp për sot, nesër nëse s'ki bukë kryp shnosh, ama nëse ki mirë. A e kupton? Pak hakuna matata është jeta në Kosovë. Po, ose që shtu në Kosovë, kismet. Kismet. Inshallah. Kismet. Po. Okej, po ama edhe rezultati lyp pak hyzmet, apo ti duhesh normal që duhesh me punu, se nuk është edhe në rregull ti me prit për shembull që tona të mira ty kanë me të ardhë, tu najti në shpe ose tu prit prej tjerëve. Ai nuk është mentaliteti i rregullt. Yeah. E tash shumë interesant më duket që ka aspekt se në Kosovën e kum taku dy lloj persona. Do me thonë qëtë aspektin që e diskutum deri tash, do me thonë ai personi që rrin në shtëpi dhe pret që tonat kanë me zgjedh, kismet, inshallah, derisa Zoti tonat i ka shkruar, do me thonë, në të purri rahat. Ose janë ata tjerë persona që për shembull kanë super disiplinë, 100%. Edhe nuk dorëzohen kur derisa t'ja arritin cakun. Çasi disiplinë unë për shembull nuk më patë shqiptarët në Suedi. Na jena ma të mbarën prej sistemit. Neve edhe sistemi pak na ka prish pak. Po, se shumë sene për shembull i kena hasdër, shumë sene i kena të sigurta, që rina e kena një fartjet të lloj sigurie, po edhe siguria tepërt pak ta prish pak. Po, çfarë se rutina po bëhet pak, se i di që po thonë kanë janë njerëz që po na takojnë, po thonë e keni jetën pak si robota, po çohesh sabah, po shkojsh në punë, prej punës fitnessi në shtëpi, ama sistemi na ka bërë çashtot. Do me thonë për neve po duket mirë me pas qatë rutinën, ama në Kosovë, që to pak e gjelozoj pak Kosovë, se ata kur po pinë kafe, po pinë cigare, na çka janë të bo, edhe mandej po shkojnë punë, do me thonë se kanë atë stresin, na pak ma shumë se e kena qatë sistemin që tha ti, po bëhet edhe stres jeta, se kime mendu që rutina ka me të funksionu. Aty ves janin për rutinë, për njajtën mënyrë që po janin neve. Vazhdo se të ndërpreva, më fal. Jo, po, fakt, do me thonë edhe rutina dhe sa i përket punës, se kum vrejtë më kara edhe në Kosovë me punu, është ajtë si kryhet kur ti kena mundësit. Okej, nuk e ke kry diri sot, e lajna diri nesër, okej, që unë e sot nuk mujta me ardhë, e lajna diri nesër, ose nëse ki pa ko sot në aksham që të ras për shembull, e zgjedhëm këtë problem, ose e kryna këtë punën që kena pas me kry sot, adin shumë fleksibiliteti është aq i lartë, sa që ti nuk mundesh me gjetë rutinë mrena forme, se forma nuk ekziston. Yeah. E qysh je ndi ti në këtë moment, kur ki pas, ti si, tash po thom që je suedes në këtë moment, do me thonë, kur ki shkum punë në Kosovë, kur je kon në Kosovë, kur kanë thonë, hajt pelojmë nesër, ti kur je mësu që na kena me ndreq që të sanin sot, se që ashtu të është Suedi, kur e ki caktu që kemi bot diçka sot, atëherë i krynë sot, spelojmë për nesër. Kur të ka arë ty rasti, qysh je ndi si person atëherë? Qysh je ndi aspekt punës, kur të kanë thonë, hajt, pelojna nesër, përbojna. Apo kupton? Po se pelojna për nesër, ose ndryshon diçka në momentin e fundit, ose po vetë janë rrethana që ashtu, kështu që edhe personeli, do me thonë, në qatë sistem janë mësu, për ata funksionon, ama unë për veti, nashta nuk e nisha veten adekvate për me kryu në punën që zhduhet në Kosovë, se mu më vynë struktura. Po. Jam shumë e mvarne prej strukturës, do me thanë, unë e duhet me dit, ose me mujt me parashiku që shumë shkon mu dita në punë, me ditu në nësora ku me qenë në qatë mbledhje, sa gjatë ku me zgjatë mbledhje, kanë ku me takun qatë mbledhje, sa orë ku me majt, sa studenta ose sa nxansa ku me taku, na jena shumë të mvarun prej strukturës.
edhe pak neve me na prish strukturën, edhe ajo është pak keq. Prishet dita. Po dyqysh. Dyqysh e pasha vetën thosha, o zot, more qa duhet ta shone me bo? Me qa më mirë ta shone? Qysh mi pritun e tjerta? Okej, u anulluara, s'ka nxansa. Okej, nal qit raport, qa puna kësaj, dyqysh e pasha vetën, dyqysh ma hopshin topin ka njëherë, nuk disha ku isha. Se qaq, dyqysh, me të vërtet jena të varë në pri strukturës. Po, që shumë jena të varë në për strukturës. Na mendojnë që kena një falloj fleksibiliteti edhe këto, ama jo, nuk është e vërtet. Nuk është vërtet. Jo, për fleksibilitet është Kosova numër 1. Do me thonë, ama osaj përket planifikimit, jena numër 1. Ja, Se në Kosovë është ishtu me thot, në ora 7, atëherë vinë 9, ose 10, ose 7 ose nuk vinë hiq. Ose nuk vinë hiq. Anë Suedi është 7, na jena 6:59 në vend. Do me thonë, asë 1 minutë ma vonë si jena. Dhe qëtë aspekte këm pas shumë probleme. Edhe jo, vitësoj përket pune, se ma më punë mësova, po edhe kur del për shembull me shoqni, ose me familjar, ose s'ka lidhje me kanë, e lajna hajt që po takohum në ora 4. O bëj ke ora 4:30, o bëj ke ora 5, tek në ora 5 kontaktoj ke dikush, toj ke, o e mine, hajde shihemi në ora 6, edhe jo adin me të thonë në falë, apedin që të kumlan me prit, ose diçka, po, qëtësish normale, shumë chill. Normal, po. E unë tani, risha dhe mendojsha, thësha, që ky person, vitë sa mi ka hup mo 2 orë, unë 2 orë kom nejtu e prit për shembull, ama në Kosovare nuk është që kishë nejtu e prit dikon, se edhin që shkojnë punë, do me thonë, për ata nuk ishë qenë problema, o për mu... O ata në trafik s'po mujnë me prit në një tjetën, une kur e ngroj kjari, kur e voziti kjari në Kosovë, asë nuk shkoj për para, asë nuk shkoj për mas. Pse, pike parë, nuk e din regullat, pike dytë, e ngrojnë si me pas frymen fyt, pike tret, nuk e lejojnë asë një njëri me ka përcy ose me hecë për para, do me thonë, une kur hypin kjari Prizren ose në Kosovë, veç e rri. Zdi as ku me shku, a me këshura në, se s'pëdi, nuk jam të e ditë vozitjen e Kosovarit, se veç jam të dosht me shku shpejt, edhe nuk këshura ritmi e të njof shumë. Po, edhe po thojnë, nëse e din me ngra kjarit në Kosovë, atëre je një shofer magnifik. Me siguri po. So në për shembull në rreth me hinë Suedi, di që shë në regullat, jena. Ama në rreth në Kosovë. Ka, so, pas kjera me një rreth. S'po disha ka me shkua ju të majta, djata, drejta, s'jetë ditë kur gjo. Jo, ato e kanë katastrofë. Gjithësi, trafika në Kosovë është katastrofal. Dhe fatkeqësisht edhe infrastruktura nuk është që duhet me qenë, edhe nuk kanë rrugë të kapacitet për gjithat person që po hyp në kerë veç për me shku 50 metra deri në shqitore. Kukua, zot i madh, o zot. Ka shumë për shembull detaje dhe shumë aspekte që janë shumë interesant me diskutu sa i përket anës kulturës. Ndryshimet, sene që janë të njëjta, se edhe kultura jonë shqiptare që jena rrit na me ta në shtëpi për shembull, nuk është e kultura njëjtë që është edhe në Kosovë tash. Se prind tonë ka marrë atë kulturën që ka ekzistu viteve 90-a, me qatë kulturë shqiptare jena rrit. Tash ma ajo kulturë nuk është që ekziston në Kosovë. Kërkush nashta nuk e ka të mentalitetin e njëjtë, kërkush nuk mendon njëjtë. Kështu që na jena si kur një falloj konzerve. Po që është të është. Jena me dyqysh si kur zdi qysh me ta spjegu, shumë është interesant. Jo, dhe edhe për që ato dyqysh e kena qele edhe qëtë podcast, se e kena një vetën që as aty si jena, as këtu si jena, po kuptan? Edhe në Suedi s'pëndihemi si në shpi, edhe në Kosovë dyqysh s'pëndihemi në shpi. Ama kur po jena në Kosovë zemra po flana aty, edhe më të apet kur po vish në Suedi dyqysh apet zemra është të flajt këneja, po kuptan? Edhe për qëtë rast, do me thonë podcastin e kena bo për shkak se ndryshimet me u po diqysh barabart me njëri tjetrin, e me këshyr apo ndjen ti se jemi në njajt, a unë se një meti njajt, apo kena mendimet loj, as ti me mu, as unë me ty. Edhe inshallah na shkon mirë, tash s'po disha me thonë. Jo, ka plot tema që për shembull mundemi me diskutu, që mundemi me hapë, se edhe një tjetër kënd vështrim interesant, se tash
na për shembull e dina çfarë mendimesh ose çfarë opinionesh kena asaj përket jetës në Kosovë ose kulturës në Kosovë. Nuk do me thonë që tash opinionet tona janë sakta ose okay. Do me thonë këtu janë të bazuar në provoja që i kena pas na. Tash dikush tjetër për shembull tjerë shqiptar që janë rritë në Suedi nashta kanë krejt opinione tjera. Po edhe më kish interesu për shembull kosovarët në Kosovë, çfarë opinionesh kanë ndaj neve, se i kanë edhe vet për shembull disa paragjykime. Ti nëse ki paragjykime unë komplot. E tash nuk e di a mundën me qenë të vërteta jo, për nashta edhe kosovarët mundën me na ndihmu, me na tregu. Po, inshallah, po thonë edhe inshallah sa më shumë sinqerisht për shembull çysh na shohin, na shohin sinqerisht sikur një pjesë të Kosovës ajo. Na shohin sikur krejt diçka tjetër. Çfarë paragjykimesh kanë për shembull, se edhe mu vet termi që u përdor edhe nëpër media fatkeqësisht shpejt, ky termi gërnaqa, nuk e di a ke dëgjuar ju. Nuk është për shembull që më pëlqen atë shumë. Se me një farë mënyre edhe më prek, jo që më prek mu personalisht, po kur të nalesh edhe me shiqu sene qysh janë, prind tonë shumë kanë sakrifiku për me lanë vendin e vetë, për me shku dikun tjetër, për me ja përmirësu jo jetën veç të vetën që e kanë edhe të familjes të ngusht, po edhe të familjarëve në Kosovë. Edhe ti me nënçmu një person që ka sakrifiku ti për shumë për ty, nuk ma mërmendja që është në rregull. Jo që unë sikur e mine që kom sakrifiku diçka të madhe, jo. Se jam e vedishme që jam rrit me një falloj privilegji që nashta nuk ka ekzistu në Kosovë, sa i përket gjeneratës tem. Am mi u kthy edhe mi u fol prindve të mi për shembull që i kanë bërë gjithë ato sakrifica, pa për shembull pikë nevojshme. Çajo tema më prek, sinqerisht po më prek, se nuk më duket diçka që është në rregull. Tash normal që gjithkush ka tulli fare eksperienca me familjet e veta që jetojnë me ato pjesë familjes që i kanë jashtë, me ato familjes që i kanë jashtë, se njerëz tulli fare ka gjithka. Ama sinqerisht edhe me pas parasysh që atë aspektin që prindtë mi nuk është që kanë punu veç për mu, po edhe për shumë persona tjera. Edhe nashta nuk kanë mujt me arrit edhe me bo qatë shumë për veti, sa kanë pas mundësi, se o duf me mendu edhe për shumë persona tjerë. Kam pas një barë shumë të madhe që e kanë. Allah është ashtu qysh po mendoj unë, Allah e sakrifojnë shumë sene, Allah janë të menu çdo herë kur të shkojnë në Kosovë gjithmonë me bledi kujt ato, me marr ato, me Adin, Allah janë të e vepru pak acanin, po me mërmendja që Allah janë të jetu në atë vit, atë që me thonë, Allah e kanë atë respektin ndaj njerëzve, edhe këtu më duket sinqerisht që kosovarët e kanë një bukurit madhe kur të vjen për familje, që gjithmonë e lanë veten përpara familjes, gjithmonë sakrifojnë ekstrem shumë për familjen e vet. S'prish pun a është gjendja e keqe ose e mirë, gjithmonë e lanë zemrën me familje, që to më pëlqen shumë të shqiptarët, e kom shumë një respekt të madh për shqiptarët që e bojnë që gjest të madh, se dallimi këtu është për shembull Suedes janë shumë jo si të njerë të ftofta, ama e kanë shumë që shtut, nëse s'foli me motrën s'prish punë, ose nëse s'foli me daje nuk e thiri për ditëlindje, shqiptarët nuk e kanë ashtot. Në çdo rast gjithmonë e thirin familjarët, gjithmonë jemi bashk, s'prish puna ki fol as ki fol, apet mbledhemi se familja është familje. E që tu është Kosova shumë, ose shqiptarët janë shumë zemër të nxehta, më mërmendja mua. Po, fakt që kultura në Skandinavi është ma ftoftë përgjithësi, individi është në qendër të vëmendjes, do me thonë, unë e se mine kisha mendu veç për vete, kisha prioritu veç vete, nuk kisha mendu për kërkon tjetër, viqefet e mija i kisha plotsu, nëse tamon e kisha marrë krejt kulturën e suedezve. Qështu të është? Fatkeqësisht ekziston kjo në Skandinavi. Po, edhe qysh po mendoj unë tash, kena fol për një temë goxha të madh, e kena zvoglu pak, po ka edhe disa sene që duhen me u qel, edhe inshallah qelen, për pse jo, po thom, ama po thom pak diqysh na ka shku disa minuta, edhe
Po thom që ndoshta me lon që ata temat e ndryshme që i kemna për javën tjetër. Qysh po thuti? Qysh tu kanë di podcasti e parë? Haj, qysh tu për mshelim? Qysh tu kanë di kjo biseda jon mes neve sot? Si kur biseda që i kena kur dalëm për kafe ose për diçka tjetër. Apo pina kafe, apo pina fika, apo hajna fika. Shumë thjesht, shumë mirë na ka shku. Ekstrem. Do me thonë, ma merr mendje që shihemi javë tjetër, edhe na ndëgjoni, edhe na komentoni, edhe nëse keni ndonjë temë që po doni me qel, ju mirë presim. Apo? Vërtet, po. E vërtet. Po. Njihemi pra. Ciao.